Në 4 komunat e vendit po mbahen zgjedhjet e përsëritura lokale, për shkak se në zgjedhjet lokale nuk u arrit censusi i nevojshëm. Kallëzim penal për shantazhuesin, i kërkoi të miturës 20.000 euro për të mos i publikuar fotografi diskredituese. Ka arritur në 150 numri personave të evakuar për shkak të vëshqimeve në Kërqov. Pas Venezuelës, presidenti Trump kërcënon Kubën të arrijë marrëveshje para se të jetë shumë vonë. Përshëndetje të nderuar shikues, mirë se takohemi në lajmet orës 15:55 në televizionin Shenja. Në 4 komunat të vendit ton përmbahen zgjedhjet e përsëritura lokale për shkak se në zgjedhjet lokale nuk u arrit censusi i nevojshëm për të zgjedhur kryetarin e komunës. Në njoftimin e fundit të Komisionit Shtetëror Zgjedhor, dalja në 209 vendvotime të 4 komunave të Maqedonisë së Veriut ku po zhvillohen zgjedhje, është 11.217 votues apo 8.90%. Në disa vendvotime ka vonesë më shumë se një orë të hapjes së vendvotimeve, prandaj do të vazhdoj për aq sa ka zgjatur vonesa. Për të kuptuar më shumë nga procesi i votimit në vendngjarje, kemi ekipin ton, gazetarin Samir Mustafa dhe kameramanin Adem Marovci, të cilët do të na tregojnë se çfarë votimi ka pasur në Vrapqisht. Përshëndetje Samir, të lutem më tregon nëse po më dëgjon dhe më thuaj se si është situata atje. Përshëndetje Emine, ashtu pra si që e theksuat edhe ju, gjendemi këtu në komunën e Vrapqishtit, ku këtu ka gjithsej disa vendvotime dhe të gjitha janë hapur në kohën e duhur, pra në orën 7 të mëngjesit edhe deri në këto momente është duke vijuar procesi i votimit në mënyrë të rregull dhe nuk është raportuar për asnjë problem të vetëm. Organet e rendit janë në vendin e dhe antarët e komisioneve shtetëror zgjedhor të përcaktuara në këto zgjedhje janë në vendin e dur dhe po ecë procesi i votimit gjithçka deri të paktën deri këto momente gjithçka është në rregull. Edhe pse kushtet klimatike nuk janë të përshtatshme, duke pasur parasysh se temperaturat janë të ulta dhe ka edhe borë këtu, megjithatë banorët e Vrapqishtit po i shfrytëzojnë edhe orët e fundit për ta kryer të drejtën e tyre të votës. Qytetarët e intervistuar nga televizioni Shenja deklaruan se presin jetë më të mirë, zhvillim ekonomik dhe që të rinjtë të mos të ikin nga këtu dhe të rinë në vend dhe mos të largohen jashtë vendit. Nëse është regjia gati, i ftoj të ndjekim edhe deklaratat e qytetarëve të intervistuar nga televizioni Shenja. Hasë ndonjë problem? Jo. Çka pritet pas këtyre zgjedhjeve? Po shtë i sedim. Në shohim fundin më. A jetoni këtu apo dy? Po këto jo. Kytëm, A keni asnjë një problem? s'kemi pas asnjë probleme. Çka pritni pas këtyre zgjedhjeve? Valla, unë pres dalim insani mirë, të bërë obligimin e vetë çfarë duhet ta bëne, çat presim, diçka tjetër. Jo, mendoj. Edhe historia nuk ban problem të ketë në fshatin tonë. Si është dalja e votuesve deri tash? Mirë, deri tash, mbas dite, para dite ishte deri diku ama, mbas dite. A keni qenë edhe rrethin e parë këtu? Po. A ka ndonjë ndallim prej atë? Dalja e votuesve? Rrethin e parë kishte pak më shumë, rrethin e dytë, po nuk dihet deri në ora 7. A hasë ndonjë problem? Jo, Çka pritet pas këtyre zgjedhjeve? po që si të thëmë, mendoj të kete disa ndryshime, pak shkojnë punët më në rregull. A në hapur të gjitha në kohë? Po, të gjitha janë hapur në kohë. A kanë asur një problem? Jo, s'kemi asur asnjë problem. Si është dalja deri tash? Mirë. Domethënë gjithçka ka qenë në rregull. Po, gjithçka në rregull. Samir, të falenderojmë për informacione që na solle nga Vrapqishti, ndërsa ne do vazhdojmë të lidhemi edhe në edicione tjera në vazhdim për të kuptuar më shumë rreth votimeve. Ministria e Punëve të Brendshme ka njoftuar se procesi i votimit po zhvillohet qetë, në një atmosferë të qetë, të drejtë dhe demokratike dhe se nuk ka prishje të rendit dhe qetësisë publike. MPP po ndërmerr masa dhe veprime në kuadër të kompetencave të saj për të siguruar zbatimin e papenguar dhe të sigurt të procesit zgjedhor, njofton policia.
Gjithashtu shtojnë se nuk janë regjistruar incidente apo çfarëdo lloj prishjeje të rendit dhe qetësisë publike. MPB u bën thirrje të gjithë qytetarëve dhe partive politike që të kontribuojnë për një atmosferë paqësore dhe demokratike. Nëse ka çfarëdo lloj prishjeje të procesit zgjedhor, qytetarët duhet të lajmërojnë në stacionin më të afërt të policisë ose në numra telefonik 192 ose 112, thuhet më tej në njoftim. Ndërkohë, procesi i votimit ka nisur dje me votimin e personave të sëmurë dhe të përgosurve. Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve informoi se deri në orën 19 të ditës së djeshme nga gjithsej 94 persona të regjistruar për votim në institucionet ndëshkuese përmirësuese kanë votuar 45 persona. Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve informoi se deri në orën 7 të ditës së djeshme, nga gjithsej 94 persona të regjistruar për votim në institucionet ndëshkuese korrigjuese kanë votuar 45 persona, kurse nga gjithsej 248 persona të sëmur ose të paaftë të regjistruar për votim në 4 komunat, Gostivar, Vrapçisht, Mavrov, Rostush dhe Qendër Zhup, deri në orën 7 të drejtën e votës e kanë ushtruar gjithsej 242 persona. KSZ njoftoi se 2 persona kanë votuar në Qendër Zhup, 66 persona të sëmur ose të paaftë kanë votuar në Mavrov, Rostush, 31 persona në Vrapçisht dhe 143 persona në Gostivar. Votimi për të gjitha këto kategori votuesish u zhvillua pa pengesa dhe pa asnjë problem apo paregullsi, thon nga KSZ. KSZ theksoi se rezultatet e votimit të personave të sëmur, të paaftë dhe të personave që vuajnë dënim me burg do të publikohen sot. Ministria e Punëve të Brendshme ka njoftuar se ka ngritur kallëzim penal për sulm seksual dhe shantazh ndaj personit me iniciale NA, 31 vjeçar nga fshati Slupçan. Hetimet e deritanishme kanë konstatuar se i dyshuari e kishte shantazhuar të miturën se do të publikoheshin fotografi nëse nuk ua jepte 20.000 euro. 31 vjeçari nga fshati Slupçan dyshohet se ka kryer sulm seksual dhe përdhunim ndaj një të miture dhe po ashtu e ka detyruar atë që të kryejë akte seksuale edhe me një person tjetër. Ministria e Punëve të Brendshme ka njoftuar se ka ngritur kallëzim penal për sulm seksual dhe shantazh ndaj personit me iniciale NA, 31 vjeç nga fshati Slupçan për veprat e kryera penale, sulm seksual dhe përdhunim dhe për veprën shantazh dhe kundër QM 28 vjeç nga fshati Slupçan për veprën e kryer penale sulm seksual dhe përdhunim. Për mos publikimin e fotografive, të miturës i kishin kërkuar 20.000 euro. NA, në kundërshtim me vullnetin e shprehur në mënyrë të qartë, kreu akte seksuale ndaj një vajze të mitur në rrethinën e Likovës, ndërsa e detyroi për akte seksuale edhe me personin me iniciale të QM. Më pas, NA i është kërcënuar të miturës se Gjoja do t'i publikojë fotografitë e saj eksplicite, nëse ajo nuk i pagonte 20.000 euro. Vajza ishte e detyruar të marrë para nga shtëpia pa dijenin e prindërve dhe të huazonte nga persona të tjerë, kështu në disa raste ja ka dhënë parat personit NA. Të dy personat janë arrestuar dhe ndaj tyre prokuroria propozon që të caktohen masa paraburgimi. Prokurori publik, duke vlerësuar se janë plotësuar bazat ligjore, deri te gjykatësi i procedurës paraprake të gjykatës e themelore të Kumanovës, ka dorëzuar propozim për caktim të masës së paraburgimit për 2 të dyshuarit që janë privuar nga liria. Prokuroria njofton se hetimet për këtë rast po vazhdojnë. Dosja për këtë rast pritet të zgjerohet për shkak të dyshimeve për përfshirjen edhe të personave të tjerë. Qendra e menaxhimit të krizave ka njoftuar se ka arritur në 150 numri të evakuarve për shkak të vërshimeve në komunën e Kërçovës. Autoritetet tregojnë se situata mbetet edhe më tej problematike në disa rajone, ndërsa po vazhdojnë intervenimin në zonat e përmbytura nga rreshjet e dendura ditët e kaluara. Numri të evakuarve në Kërçov si pasojë e përmbytjeve ka shkuar në 150, të njëjtit po strehohen në sallën sportive Hristo Uzunov, ku po kujdesen nga komuna dhe kryqi i kuq i Kërçovës. Nga qendra e menaxhimit të krizave njoftojnë se vazhdon të mbetet kritike rruga Prilepska dhe se po kryhet pastrimi kanaleve dhe shtratit të lumit Zajaska me mekanizëm të rënd, që më këtë tregon për situatën dhe më tej problematike në disa rajone dhe se po vazhdojnë intervenimin në zonat e përmbytura nga rreshjet e dendura ditët e kaluara. Në Dollnen, në fshatin Lazhan, është raportuar dëmtim në oborë dhe në katin përdes të një shtëpie.
Në fshatin Peshtalev ka përmbytje për shkak të kanaleve të papastruara. Në Strug janë përmbytur oborre dhe shtëpi, në zonën e Misleshevski Pat. Njësia e zërfikësve në Strug po intervenon me pompa, ndërsa është angazhuar edhe mekanizëm ndërtimor. Në Gostivar, në rrugën Tumqevishte Qegran, rruga nuk është e sigurt për qarkullim. Ato njoftojnë se edhe në Presp janë përmbytur toka bujqësore, obore, shtëpi dhe magazine. Për këtë arsye po intervenojnë me pompa dhe mekanizëm ndërtimor për largimin e ujit dhe pastrimin e zonave të rrezikuara. Gjithashtu për në Krushev rekomandojnë që uji për të pi të zihet para përdorimit për shkak se është turbulluar si pasojë e rreshqeve. Ekipet policore kanë intervenuar për të shpëtuar 2 persona që kishin blokuar nga bora në një hapësirë mbi fshatin Lazaropol. Me 2 persona të cilët janë të punësuar në operatorin A1 kishin mbetur të blokuar dhe nuk mund të kontaktohej me ta. Zyrtarët e specializuar policor kanë arritur të shpëtojnë 2 të punësuar të operatorit A1 të cilët kishin mbetur të ngujuar në dëbor mbi fshatin Lazaropol dhe nuk mund të kontaktohej me ta për shkak të mungesës së rrjetit mobil. Rasti ishte paraqitur në SPB Tetov dje në orën 23:30. Me njëherë pas lajmërimit, rasti është përcjell në SP Rostush, pas çka u angazhuan pjesëtarët e Departamentit për Operacione Speciale Policore dhe Departamentit së Policisë së uniformuar pranë MPB-s, si dhe pjesëtarët të Drejtorisë së Mbrojtjes dhe Shpëtimit, me 2 automjete terreni të pajisura me saj dëbore dhe pajisje përkatëse shpëtimi. Ekipet janë nisur në drejtim të vendit të ngjarjes. Gjetja e tyre ishte bërë sot në orën 8:30 dhe ishin nxjerrë në gjendje të mirë shëndetësore. Bëhet fjalë për personat GN 47 vjeç dhe MM 37 vjeç të 2 nga Shkupi. Ka njoftuar nga MPB, ata ishin gjetur në një lokacion të njohur si Koritnik në afërsitë të transmetuesit të rrjetit të A1 në zonën e fshatit Lazaropol. Mëngjesin e sotëm u hoq ndalimi për qarkullimin e automjeteve të rënda në rrugën Gostivar-Kërçov përmes qafës malore Strazh, i cili u vendos mbrëm në orën 12:25. Njoftojnë për rrugët e Maqedonisë, sipas të cilës të gjitha rrugët janë të kalueshme dhe trafiku po zhvillohet në kushte dimrore. Borë me intensitet të ndryshueshëm po bie në pjesët verilindore, perëndimore dhe jugperëndimore të vendit, por nuk përbën problem për trafikun. Në rrugë të caktuara që kalojnë për prerje dhe gryka është e mundur shfaqja rrëshqitjeve të vogla të dheut. Në për rrugët e Maqedonisë apelon për menaxhim të kujdesshëm të automjeteve, respektim të sinjalistikës së vendosur të trafikut, si dhe përshtatje të shpejtësisë me kushtet e rrugës. Në Kodrën e Diellit është hapur zyrtarisht sezona e skijimit. Drejtori i qendrës së skijimit në Kodrën e Diellit, Gani Ali, ka deklaruar se teleferikët janë në funksion, përveç atij në pikën e Caripashtinës, i cili nuk ka funksionuar për shkak të erave të forta. Ali tha se ka pasur vizitor që në ditën e parë të hapjes dhe se pret që fluksi të vazhdojë edhe në ditët në vijim. Pas rreshjeve të fundit të dëborës, sezona e skijimit ka filluar dhe ky është padyshim një lajm i mirë për dashamirët e dimrit në Tetov. Kodra e Diellit është mbuluar nga dëbora dhe pistat kanë hapur dyert për skiatorët për të sjellë më shumë gjallëri dhe entuziazëm në zonë. Drejtori i qendrës së skijimit në Kodrën e Diellit, Gani Ali, ka dhënë detaje për gjendjen aktuale. Sot bëhet hapja zyrtarisht e sezonit të skijimit në Kodrën e Diellit. Këtë vit, edhe pse me vonesë na erdhi bora në qendrën e skijimit, sot është bërë hapja, do me thonë me ski ashensorët të gjithë janë në lëvizje për vetëm Caripashtinës e cila është për momentin ka erra të forta, presim që moti të stabilizohet dhe edhe ajo të jetë në funksion. Ali për mbarvajtjen e sezonit tha se ka pasur vizitor që në ditën e parë të hapjes dhe se pret që fluksi të vazhdoj edhe në ditët në vijim. Nga ana tjetër, problemi kryesor vazhdon të mbetet parkingu për shkak të fluksit të madh të veturave. Ndërkohë, kryeministri Hristijan Mickoski ka deklaruar se qeveria është në bisedime me një investitor të fuqishëm, i cili pritet të investojë në zhvillimin dhe modernizimin e Kodrës së Diellit, duke ofruar shpresë për zgjedhje afatgjata të problemeve ekzistuese.
Për shkak të erave të forta, teleferiku në Vodno sot nuk do të funksionoj. Njoftoi sot në mëngjes ndërmarrja e transportit publik në Shkup. Ata deklarojnë se forca e erës te kalon kufijtë e lejuar për funksionimin e sigurt të teleferikut. Shërbimet kompetente po e monitorojnë situatën e terren dhe kur të krijohen kushtet e përshtatshme të motit për funksionim, teleferiku do të vazhdojë të transportojë pasagjerë pa ndërprerje. Njoftoi ndërmarrja. Ndërkohë, dje ndërmarrja e transportit publik njoftoi reduktim të mundshëm të përkohshëm të linjave të caktuara të autobusëve për shkak të temperaturave të ulta dhe paralajmërimeve për rreshje të mundshme bore që do të prekin Shkupin dhe zonën përreth. Problemi me ajrin e ndotur nuk është thjesht ekologjik, por është krizë shëndetësore. Iniciativa O2 alarmon se në vitin 2023 rreth 222 persona në 100.000 banor janë rrezikuar si pasojë e ajrit të ndotur dhe gazrave që njerëzit thithin, të cilat sipas Agjencisë Ndërkombëtare të Hulumtimeve për Kancerin janë kancerogjene të grupit të parë. Ndër faktorët e ajrit të ndotur, iniciativa O2 përmend mungesën e stacioneve matëse dhe mungesa e masave për ngrohje, trafik, industri e ndërtimtari. Ndotja e ajrit, grimcat PM, gazrat e shkarkuara nga automjetet me naftë, metale të rënda nga industria, komponime të ndryshme nga djegja e drurit, qymyrit, naftës, janë klasifikuar si kancerogjene të grupit të parë, sipas Agjencisë Ndërkombëtare të Hulumtimeve për Kancerin. Sipas iniciativës O2, problemi me ajrin e ndotur nuk është vetëm ekologjik, por përfaqëson krizë shëndetësore. Sipas tyre, RMV për vite me radhë është në krye të listës në Europë për sa i përket numrit të vdekjeve për shkak të ekspozimit ndaj PM2.5. Në vitin 2023 kishte 222 persona për 100.000 banor në rrezik. Ajrin e ndotur në vendin tonë, siç thonë ata, e shkaktojnë mungesa e stacioneve matëse, mosmatja e metaleve të rënda, mungesa e masave për ngrohjen, trafikun, industrinë dhe ndërtimtarinë. Dhe në këtë drejtim akuzojnë pushtetin se nuk ka ndërmarrë asgjë dhe pse kur ishin opozit, kërkonin mjete më shumë nga buxheti për këtë gjë. Përqendrimet maksimale të lejuara ditore dhe vjetore të ndosëve në ajre të përcaktuara nga vendi ynë dhe BE-ja janë arbitrare, nuk bazohen në mbrojtjen e shëndetit, por janë të bazuara politikisht edhe ekonomikisht dhe për këtë arsye janë shumë më të larta. Sipas tyre, grimcat PM2.5 që janë më të rrezikshmet, në dimër janë deri 18 herë më të larta, kurse jashtë sezonit të ngrohjes janë 3.5 herë më të larta. Grimcat PM10 në dimër janë 7.5 herë më të larta, kurse në verë 2.5. Shkupi, thot hulumtimi i tyre, është në krye të listës për ajër më të ndotur, por përqendrimet e larta ka edhe në Tetov, Kavadar, Kërçov dhe Ohër. Ata gjithashtu e kritikojnë masën e qytetit të Shkupit për inverter, pasi siç thonë me 40 deri 50.000 anvisëri që ngrohen me dru subvencionohen nga 200 inverter. Kjo sipas tyre nuk është masë, është alibi dhe se nëse vazhdohet me këtë tempo, problemi do të zgjidhej për një shekull. Presidenti Amerikan Donald Trump i bëri thirrje Kubës që të arrijë një marrëveshje ose në të kundërtën do të përballet me pasoja të cilat nuk i specifikoi, duke paralajmëruar se dërgesat me naftë venezuelase dhe parat për në Havana do të ndalen. Kjo deklarat vjen një javë pasi forcat amerikane kapën liderin e rrëzuar Venezuelas, Nicolas Maduro, në një operacion të kryer në Caracas, që la të vrarë 10 rapjestar Venezuelas dhe kuban të sigurisë. Më herët gjatë 11 janarit, Trump shpërndau një mesazh që sugjeronte se sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio mund të bëjë presidenti i Kubës që aktualisht është në sundim komunist. Guvernatori Halepit Azam Al-Garib ka bërë të ditur se siguria dhe jeta normale po kthehen gradualisht në qytetin verior sirian Halep pasi lagjet kryesore u pastruan nga elementët terrorist të YPG-SDF-s, raporton Anadolu. Ai siguroi banorët se situata e sigurisë po përjeton një kthim gradual të stabilitetit në lagjet e sulmuara, në mënyrë që qyteti mund të kthehet në një gjendje sigurie dhe stabiliteti.
që nga e marta, grupi terrorist ka granatuar lagje banimi, objekte civile dhe pozicione të ushtrisë siriane në Halep, sipas shifrave zyrtare, duke vrarë të paktën 23 persona, duke plagosur më shumë se 100 dhe duke zhvendosur rreth 165.000 banor nga 2 zona të qytetit. Teherani kërcënoi të hakmerret kundër Izraelit dhe bazave amerikane në rast të sulmeve të SBA-s ndaj Iranit, duke ja përsjell paralajmërimin Washingtonit, ndërsa burime zyrtare izraelite thanë se Izraeli ishte në gatishmëri të lartë për mundësinë e çdo ndërhyrjeje në SBA. Me pushtetin e tanishëm të Iranit që po përballet me protestat më të mëdha antiqeveritare që nga viti 2022, presidenti i SBA-s Donald Trump ka kërcënuar vazhdimisht të ndërhyjë ditët e fundit, duke i paralajmëruar udhëheqësit iranian kundër përdorimit të forcës kundër demonstruesve. Të shtunën Trump tha se SBA-t janë të gatshme për të ndihmuar dhe kryetari i partisë iraniane Mohamed Baker Kalibaf, duke folur në parlament të dielën, paralajmëroi Shtetet e Bashkuara kundër një llogaritjeje të gabuar. Shikues të nderuar, kemi arritur në fund të lajmeve, ndërsa bashkë do të shihemi në edicionin qendror. Deri atëherë, mirupafshim.